Nga dera deri në fund ka 3000 vjet histori. 3000 vjet histori shqiptare. Se turistat ne na dinë të botës tretë, po si jemi të botës tretë, ne jemi raca ariane. Duhet vini me patjetër ta vizitoni se është shumë interesant për gjithë ju që jeni të pasionuar pas trashëgimisë kulturore, se jo dhe pas historisë. Çfarë ne kemi mbartur nga të parët tanë gjendet në këtë tunel rreth 75 metra të gjatë. Tuneli është bërë për strehim të popullsisë. Është bërë direkt pas luftës së dytë botërore, për luftën nukleare, që do bëhej luftë nukleare. Dhe për atë është bërë me kazma me lopatë, nuk është bërë me makineri. Është shumë i gjatë. Po është pak i dëmtuar dhe e kemi pre, është 73 metra i gjatë. Ndoshta është vetëm vazhdon deri në Kala. Vazhdon, jo deri në Kala. Ka dalje tjetër nga ana tjetër, po në moment deri atje kemi. Gjirokastra ka shumë tunele, nuk ka vetëm një tunel. Ka shumë, çdo lagje ka në 2 tunele, nga 3. Kur është kthyer në muze? Ka një vit. Kam mbi 40 vjet që koleksionoj sende antike. Kam mbajtur sendet më kryesore që unë i shikoja që nuk i gjeja dot, i mbaja që t'ja u lija trashëgimin i fëmijëve. Si lindi ideja e këtij muzeu? Lindi ideja sepse unë jam rritur një familje shumë të kamur me sende antike. Dhe doja që ti kisha edhe këtu te shtëpia e burrit. Ble atë, ble këtë që ti kisha ashtu siç kisha te babai. Po u bën shumë pastaj. U bën shumë, ble këte, u bën shumë dhe hapëm një dyqan pasaj. Kemi mbi 20 e ca vjet me dyqan këtu në pazar. Hapëm dyqan pasaj për turist. S'kish turista, kur kam hapur dyqan, s'kish turista fare, atër s'vini fare, ku kish turista. Mezi na vinte një turist njërë në 15 ditë, njërë në grek më tepër, se kështu të tjerë nuk kishte. Kjo është e kohës së Zogut, ku thotë kjo këtu monarki. Kjo është e kohës së Zogut. Kapelet e kohës komunizmit, këtu janë vajore për armët. Gjirokastra ka shumë pasuri, Gjirokastra është historia e gjithë Shqipërisë. Po do të dish historinë e Shqipërisë, janë në Gjirokastër. Në Gjirokastër do gjesh arkeologji, në Gjirokastër do gjesh hipizëm, në Gjirokastër do gjesh histori, në Gjirokastër do gjesh kulinari, në Gjirokastër do gjesh arkitektur prallore që nuk e ka asnjë qytet në botë që marrnite turistat. Pasaporta e kohës Zogut që ka ato 6 rregullat. Kemi revista të kohës Zogut 1910, 1930, 1910. Lek të kohës Zogut 1920. Moneda bizantine dhe bizhu argjend bizantin. Shiko shqiponjën. Shqiponja bizantine, kryq bizantin. Unaza bronz, po të shikosh me intësi ato unazat, ka figura shumë të bukura, janë shumë të bukura. Moneda bizantine dhe unaza bronz bizantin. Veshje popullore të gjitha punuara me dorë, veshje popullore mbi 150 vjet. Kemi shumë veshje popullore. Ka qenë e vështirë ta kthesh këtë tunel në një muze? Shumë e vështirë. Marr shumë kënaqësi nga të huajt, sepse ata dinë të vlerësojnë antikën, dinë ta vlerësojnë. Dhe duhet i ruajmë sendet të punën e të parëve tanë, ku ka histori, të lëm gjurmë, të lëm pak gjurmë, të ruajmë historinë, sepse po na i blejnë bota historinë, po vinë po blejnë çfarë janë me vite të datuara, si punë e këtij sunduku këtu 1877. Një huaj kur e shikon këtë do ta blej, vjen e blen sepse ajo daton, ka vit, daton. Kam shitur shumë sende që kanë vite me të gdhëndura. Turisti i do ato, i vlerëson. Dhe kështu që ne duhem ta ruajmë historinë, se një popull pa histori, pa kulturë nuk quhet kombë. Absolutisht.
ato kur vinë këtu? Çfarë Cilat janë thonë? përshtypjet e tyre? Dalin hyn me mendje, dalin pa mendje jashtë. Ju duket domethënë sikur janë në një tjetër, jo sikur janë në Shqipëri, se çfarë pasuri e kemi neve. Në një popull pa histori s'ka, pa histori dhe kulturë nuk quhet kom. Dhe ne i kemi ato, dhe ne i gëzojmë.